emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues. Kryezhvilimin e marrëdhënies ndërkombëtare është përpjekja e vendosur e Shtetet e Bashkuara që të bindë Iranin për të hequr dorë nga programi bërthamor, ashtu si kundër SBA që po beson se së shpejti do të përfundoj lufta midis Ukrainës dhe Rusisë, një konflikt ky i paprovokuar nga ana e Ukrainës që po vjen ende me intensitetin e atij çfarë po e shohim duke lëkum, duke mbajtur në vëmendje gjithë interesimin e kontinentit evropian të botës në esencë me Venezuelën. SBA mbaroi punës në proces për ta etabluar një regjim që mund t'i përshtatet dhe nuk kërcënon interesat amerikane mbi naftën dhe tregtinë e kështu me radhë me Kubën, po ashtu dhe i ka mbetur në vendet e xhirit atje Irani si problematiku më i madh, i cili së fundi pasi u dakorduan që bisedimin mbi programin bërthamor të tij të zhvillohen në Stamboll, doli që Irani po kërkon që të njëjtat bisedime të zhvillohen në Oman të Jordanisë. Sa do të përbëj kjo problem? Patëm një incident me një dron iranian që ju afrua një luftanie amerikane atje, u rrëzua ky dron. Dhe gjitha këto zhvillime po e mbajnë, po them, vëmendjen e shtuar një rreziku për sulm ndaj Iranit nëse Irani nuk i nënshton një proces negociator për çarmatosjen e programit bërthamor. Kam ftuar kolegun e njohur, analistin Afrika Solli, i cili e mirë zhvillimet marrëdhënie ndërkombëtare, i përcjell me vëmendje mbase më shumë ato zhvillime për shkak që kanë peshë dhe ndikim edhe te ne, më shumë se sa këto zhvillime të brendshme politike që kanë kaluar gati në drame, telenovela të njohura. Faleminderit Kasolli. Faleminderit për kohën. Kësirit të bashkëbisedojmë mbi këtë temë që sot po lëkun gjithë ranin botnor, përkatësisht pushtetet autoritare në varësi të Rusisë tash dekada me radhë. Është Irani në tavolinë. Si është në zgjidhjen? Por edhe është e vërtetë, do thotë, edhe marr parasysh për shkak se interesimi im me temat këtilla ka të bëjë se edhe fati i Kosovës në farë mënyrë mos madh është i varur nga dinamika të ndërkombëtare. Kjo që bëjmë ne këto lojrat e brendshme praktikisht nuk janë asgjë në raport me implikimet ndërkombëtare që krijohen edhe për pozicionin e më të jashtëm të shtetit Kosovës dhe zhvillimet në lindje të mesme, do thotë ato që pritet të ndodhin. Përkundër deklarimeve të presidentit Trump se po zhvillohen negociata, duke që ka vullnet nga Irani për një marrëveshje diplomatike me SBA. Unë uroj që të mos del parashikimi im, po jam skeptik se mund të ketë marrëveshje. Unë shumë gjasa më të mëdha shoh nga një konfrontim i mundshëm që mund të ekzistojë ndërmjet këtyre dy vendeve, do thotë me implikime rajonale, për shkak se po shihet janë ankth edhe vendet e tjera të xhirit perseke të linjës së mesme, Turqia në njërin anë, Arabia Saudite, Katari, do thotë Kuwaiti, gjitha për shkak të afërsisë, Izraeli për shkak të afërsisë që janë në gatishmëri dhe po besoj që SBA nëse do thotë janë të vendosur ta finalizojnë një herë për gjithmonë problemin e tyre të kahmotshëm prej vitit 1979, por që është bërë problem rajonal gjeopolitik kohën e fundit të Iranit, jam i bindur që do të marrin masa të jashtëzakonshme, po shihen lëvizje të aeroplan mbajtësve jashtëzakonisht efikase në drejtim të xhirit persik që të mos lejohet. Për shkak se rajoni ka një interes, mos harrojmë, rajoni ka një interes specifik të gjeopolitik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri në 50.000 trupa amerikane ndodhen në shtete të ndryshme të rajonit të koncentruar në lindjen e mesme. Veç ky fakt transmeton mesazhin, do thotë edhe nëse kemi parë kohën e fundit SBA gjithnjë më tepër duke u bërë thirrje vendeve evropiane që ta marrin dorë fatin e sigurisë tyre kolektive, sepse trupa amerikane kanë. E njëjta gjë, njëjta retorik nuk është në lindjen e mesme. Do thotë SBA janë vetëdijshëm që ai rajon mund të rrshas drejt një kaosi me implikime të jashtëzakonshme gjeopolitike, jo vetëm për atë botë, por në përgjithësi, do thotë për planetin, dhe janë të vëmendshëm të koncentruar se si ta menaxhojnë, do thotë, sfidën gjeopolitike që paraqet Irani. Unë i kam përcjellur ka flet kjo prezencë ushtarake, sepse kem parë dhe në Venezuelë, po e marr një analogji, një paralele, që paralelisht me përgatitjet për sulm ushtarak, po zhvillon, nuk po heq nga tavolina dhe procesin e negociatave. Për të mos i dhënë shans askujt në botë që të mendoj se Amerikanë po sulmojnë pa arsye. Befasisht ose pa arsye.
Kjo e tëra filloi të thotë tash kohën e fundit. Normal, problemet Iran Shëbani i dim prej vitit 1979 kur është vendos kur ka triumfuar regjimi teokratik, kindapimi i stafit të ambasadës, sepse dihet që para vendosjes, para revolucionit islamik, do thotë Irani ka qenë njëri prej aleatëve kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Do sot duket nonsens logjike, pa besueshme, por në një kohë kur si veçanërisht bota arabe ka qenë shumë armiqësore ndaj Izraelit, Irani ka qenë aleati kryesor, kanë pasur marrëdhënie kanë pasur marrëdhënie jashtëzakonisht mira diplomatike, ekonomike, ka pasur investim të jashtëzakonshëm të teknologjisë shkencore të Izraelit në Iran, në industrializimin, në zhvillimin e modernizimin e Iranit e tjera, por ajo tash mos hyjmë në histori si ndodhi. Dikur lëvizoni raportet. Dikur lëvizoni sot janë qëndrimi programuar, qëndrimi ideologjik i Iranit sot është zhdukja e Izraelit nga lindja e mesme. Dhe kjo është qëndrimi ende. Dhe unë ajo që e kam parë, do të kjo filloi me protestat masive, do të kërkesa e parë shëbave ishte që regjimi në Iran të mos tregohet brutal ndaj protestuesve. Por disa herë kur kemi bashkëbiseduar, kam thënë gjithmonë që asnjëherë sjelljet e brendshme të një shteti nuk janë problem për komunitetin ndërkombëtar, për aq kohë sa ato nuk I cenojnë parametrat gjeopolitik aty ku shtrihet ndikimi I tyre. Dhe theksi dhe shqetësimi më I madh I Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin ka të bëjë me diçka tjetër, më shumë se sa mënyra se si trajton protestuesit e. Defino problemin. Problemi është, kemi 3 kërkesa, 4 kërkesa. Jo. Unë jam I bindur që presidenti Trump nuk ka problem me regjimin e Iranit për aq kohë nëse ai pajtohet të sillet konform interesave amerikane në rajon. E ka bërë qartë disa herë që më presidenti Trump nuk është I tezave të ndryshimit të regjimit. E ka bërë sepse ato kanë prodhuar kaos. Do thotë kemi parë nuk kanë shkuar mirë as në Irak, as në Afganistan. U rikthyen përsëri Taliban në Afganistan, Libia, shiqo sot si është e fragmentarizuar, do thotë dhe kaosi që dominon. Nuk intenca kryesore e presidentit Trump kur nuk ka qenë ndryshimi I regjimit, por detyrimi I këtyre regjimeve të sillen konform interesave amerikane të mos I cënuar. Dhe kërkesat e shëbas kanë evoluar, në ndërkohë, në 3 që janë shumë më themelore se sa mënyra se si do të trajton të ky regjim protestues. E para është do thotë dhënia një herë fund përgjithmonë ambicjeve të programit bërthamor të Iranit. Këtu shëbat tentojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë të palakmueshme në cilën ndodhet tash regjimi në Iran, do të krizën e brendshme sociale, politike dhe ekonomike për ta shtuar presionin për ta përfitu këtë objektiv diplomatik. E dyta, do të kjo që është pak edhe që Irani po reziston, nëse kanë deklaruar që janë gatshëm autoritetet në Iran që të bashkëbisedojnë me shëbat sa I përket programit bërthamor për ta bërë më të besueshme marrëveshjen është që Irani ti çarmatos raketat e tij balistike. Kjo është edhe njëra prej raketat balistike sepse mos harrojmë, qoftë me dron ne kemi parë çfarë furnizimi ka dhënë Rusisi ka dhënë luftën në Ukrainë, do të çmontohen kapacitetet e tij ushtarake sulmuese në rajon. Dhe e treta, që është më kryesorja për shkak të projeksioneve të shëbave për stabilizimin e lindjes mesme është që Irani njëherë përgjithmonë të heqë dorë, pavarësisht janë dëmtuar ato nga lufta me Izraelin, njëherë përgjithmonë të heqë dorë nga furnizimi atyre që quhet si aksi I rezistencës, që e formsojnë disa organizata terroriste siç është Hamasi, sepse kalkulohet se nuk mund të ketë paqe as në Gaza për aq kohë sa pavarësisht është dëmtuar Hamasi, nuk ka diskutim, kapacitetet e tij organizative janë demoluar temase nga lufta me Izraelin. Nuk mund të ketë paqe Izrael-Palestinë. Nuk mund të ketë stabilizim nuk mund të ketë stabilizim po ashtu të raporteve të Libanit me Shtetet e Bashkuara me Izraelin për aq kohë sa ekziston rreziku përsëri I ringritjes së Hezbollahut. Në Yemen I kemi domethënë Houthit I kemi në Yemen dhe disa grupe milisha që ju thojnë do thotë atje që janë po ashtu edhe në Irak të sponsoruara direkt nga Ayatollah. Nga garda revolucionare, drejt për drejt nga organizatat terroriste nga Bashkimi Evropian, drejt për drejt sponsorizuara nga garda revolucionare. Dhe ta do thotë këto kërkesa decisive pa negociueshme un jam I bindur nuk do t'i negocioj presidenti. Mbi Iranin, po. Nuk do t'i negocioj. Këto janë, nëse Irani do thotë heq dorë nga këto kushte që mbas të indikacioneve nga ato që po
lexoj në mediat ndërkombëtare, të jemi vesh sepse nuk kam informacione të dorës. Nga në çast vëmendja është atje. A vëmendja është atje, do thotë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëjnë kompromise në raport me këto kërkesa që kanë formën e ultimatumit. Të një lloj ultimatumi ndaj Iranit për shkak sepse po ndërgjej lloj analiza që jo për ta zhvendosur vëmendjen nga zhvillimet e brendshme në SBA nuk ka të bëjë me këtë. Domethënë kjo çështje e administratës Trump ndaj Iranit nuk ka të bëjë me këtë. Ndërgjej nuk ka të bëjë me këtë. Ka të bëjë sepse sipas kalkulimeve strategjike të administratës amerikane, ky është momenti ideal. Ky është momenti ideal për të realizuar objektivat e tij gjeopolitike në linjë të mesme për ta kufizuar një herë për gjithmonë potencialin dhe rolin destruktiv të Iranit. Në kriza e jashtëzakonshme ekonomike, protestat masive. Kujt po e bëjnë këtë goditje në esencë SBA-t pas dekadash konfrontimesh, interesash në rajon. Kë po godasin objektivisht në Irani, po dihet që është adresa që përdhën një ideologji që po shkakton urrëtie e fanatizëm gjithë atje, po investon gjithë këto grupe terroriste atje. Humse tjera. Kë po godasin në esencë amerikan me një sulm të mundshëm ndaj Iranit. Me një sulm, ose nëse eventualisht Irani i nënshtrohet kushteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi nuk do të bie nga lufta me SBA-t, pastaj protestat e brendshme do të mund të argëzojnë, ajo është temë tjetër, mbetet, nëse është dëshmuar që protestat megjithatë nuk janë treguar efektive, nuk janë këto vetëm protestat e fundit, bilën pash analizat jashtëzakonshme ndërkombëtare, pse nuk portozohet regjimi në Iran, krahasime me kushtet ekonomike dhe sociale të vitit 1979 që kanë qenë në përmbysjen e regjimit të Shahut, ndërkohë sot këto kushte janë shumë më të përkeqësuara por po mbijeton regjimi në Iran. Cila është arsyeja pse? Pas vlen thënia Dostojevskit. Jo, ndëgjoj, është edhe kjo, mirë po sipas disa analizave është shumë më i konsoliduar aparati represiv i Ajatullahut, i regjimit të Ajatullahut sesa që ka qenë i Shahut. Nëse shohim për shembull vetëm parametrat ekonomik, sot raporti i dollarit me parën zyrtare të Iranit është 20.000 herë më i dobët. Që kallëzon që kriza ekonomike është shumë më e madhe sot, devalvuar 20.000 herë më i dobët. Nëse shohim numrin e viktimave sipas të dhënave zyrtare të Iranit të regjimit të Ajatullahut prej vitit 1963 deri në vitin 1979, sipas dhënave sepse organizatat ndërkombëtare, organizatat kredibile ndërkombëtare nuk pajtohen me këtë, por hajde po i marrim edhe ato të dhëna të zyrtare, thuhet që kanë qenë 15.000 viktima prej vitit 1963 deri në vitin 1979, në kohën e Shahut. Ndërkohë vetëm sot numri i viktimave ka arritur për një muaj në 30.000. 30.000. Këto janë shifrat spaku të për as sa dihen. Për as sa dihen. Janë aty dallimi është numri i viktimave shumë më i vogël ka qenë në kohën e krizës ekonomike, ka qenë shumë më e madhe. Numri i viktimave ka qenë shumë më i vogël në kohën e Shahut se sa sot, mirë po përsëri regjimi i Ajatullahëve po mbijeton. Cila është arsyeja? Cila? Arsyeja njëra prej kryesorëve që është përmendur, konsolidimi shumë i madh që e ka garda revolucionare e integruar brenda sistemit në Iran. Me 180.000 ushtarë zyrtar, po ashtu me forcat Qudsi dhe Basi, llogaritet që për nevojat e regjimit mund të mobilizohen deri në 1 milion trupa të brendshme. Deri në 1 milion të rekrutuar mund të mobilizohen deri në 1 milion trupa të brendshme për ta mirëmbajtur këtë sistem. Pra, dhe garda revolucionare në Iran është ajo e cila i kontrollon krejt asetet e jetës ekonomike. Është njëri prej segmenteve i cili e ka në dorë sistemin bankar, sistemin e rafinerive, sistemin, çdo gjë sa i përket jetës ekonomike, ajo nuk është vetëm strukturë militare, po është edhe elitë financiare ekonomike e vendit. Kontrollon çdo porë. Kontrollon çdo porë, dhe është pikërisht, do thotë, është pikërisht ky sistem i jashtëzakonshëm represiv që dominon, që po i pamundson, do të thotë sepse nuk është hera e parë një po edhe para lëvizjet e brendshme po dëshmojnë që kanë dështuar të prodhojnë ndryshimin e regjimit në Iran. Për shkak të kontrollit të jashtëzakonshëm represiv. Mirë po SBA-t janë domethënë këtë drejtim të shqetësuara, këtë drejtim se edhe nëse bie regjimi i Iranit mund pasojnë ndonjë kaos siç ka ndodhur në vendet që nuk është në interes të tyre, ato qëllim primare kanë shndrimin e Iranit në aktor gjeopolitik të përgjithshëm për rajonin dhe me cilën merr fund njëherë për gjithmonë edhe shtrirje ndikimi i Rusisë, njëri sepse Irani është njëri prej aleatëve kryesor të
Rusisë në atë botë dhe kufizohet tema se pesha gjeopolitike e Rusisë. Pas humbjes në Siri, pas humbjes në Venezuela, Irani është karta e fundit që i ka mbetë njëri prej aleateve kryesor të Rusisë në arenën ndërkombëtare dhe kjo çfarë mesazhi të transmetante? Kushdo që nesër prej sistemeve, regjimeve autokratike, kushdo që nesër prej sistemeve kalkulojnë që mund të gjejnë mbështetje te Rusia për të ndërtu rezistencë ndaj rendit të përfasuar nga SHBA-t, për të ndërtu rezistencë ndaj interesave të SHBA-ve, mesazhin e kanë qartë se Rusia ka dështuar të imbrojë pikërisht aleatët e saj në këto vende. Prandaj është shumë interes do thotë që të realizohet ky skenari i SHBA-ve për kufizimin e Iranit, sepse në fundit regjimit e Iranit, sepse në fundit limitohen kapacitetet gjeopolitike të një bote armiqësore dhe ndaj interesave të shqiptarëve. Që prej ardhjes në pushtet të regjimit të Ajetullahëve nëpërmjet revolucionit quajtur islamik, vitin 1979 tek këtej, Irani u shndrru në aktor direkt të gravitimit të interesave ruse edhe kineze, duke mbajtur në kërcënim gjithashtu vendet e Gjirit, vendet e Arabinë Saudite, vendet tjera nga solli jo vetëm Izraeli. Rivaliteti regional është një sponsorues aktivi organizatave terroriste që po mbajnë në trishtim gjitha këto shtete, stabilitetin e këtyre shteteve dhe rrjedhimisht edhe të Izraelit në atë luftën 12 ditore që ishte nga viti 1990 e vetutje amerikan nga lufta e Gjirit. Lufta e parë e tutje, do kanë krijuar platforma, modele ndryshme se si të punohet me ata popuj, me ndërhyrje ushtarake duke rrëzuar regjimet, me prezencë ushtarake aty, apo si të veprohet tutje bën vite ka solli, dekada dhe kush është problemi kryesor i ekzistencës së këtyre regjimeve? Kush po mbështet? Cilat janë interesat që gravitojnë në gjithat habitat geografik? Dëgjoj, nuk ka rajon më të komplikuar gjeopolitik se sa lindja e mesme. Dhe kjo do thotë prej zbulimit të resurseve të jashtëzakonshme dhe pasurive nëntoksore që i ka, gjithë aktorët relevant ndërkombëtar kanë tentuar që t'i shtrinë ndikimin e tyre të kenë akses në pasuritë e asaj bote, shto më pastaj edhe ndarjet e brendshme sektare, fragmentare, tjera të cilat kanë ndikuar që shpesh të prodhojnë kaos. Dëgjoj tash, fuqizimi i Iranit mos madhe fatkeqësisht ka ndodhur për shkak të dy pasojave të paparashikuara rreth. Në bazë të disa analizave ndërkombëtare që i kam lexuar, do thotë, rrëzimi i regjimit në Irak, do thotë, pranvera arabe që ndonse kanë filluar si lëvizje për të prodhuar demokratizim, ne kemi parë çka kanë rezultuar. Një në fuqizimin e terrorizmit të ISIS-it, do të ISIS-i është produkt i lëvizjes pranverës arabe, me vakumin që u shkaktua, me rënien e atyre regjimeve diktatoriale, nuk lulëzoi demokracia, do thotë, siç ishte shpresuar e projektuar, por kaloi në një ekstrem tjetër për shkak të fragmentarizimit të asaj bote, ndërhyrjes gjithmonë edhe të interesave të faktorëve tjerë gjeopolitik, të cilat kanë motive e qëllime për ta mbajtur të destabilizuar, dhe terrorizmi mori promonsa të jashtëzakonshme, do thotë, shtete u bën jo funksionale si Iraku, Siria, gjitha do thotë u kërcënuan prej terrorizmit, regjimit edhe në vende të tjera dhe ky vakum do thotë i krijoi një terren të jashtëzakonshëm edhe Iranit që deportojnë nëpërmjet organizatave të tij më pastaj terroriste, siç janë Hezbollah e tjera për ta shtrirë ndikimin në linjën e mesme. Pra, do thotë fuqizimi i Iranit do thotë mos të madhe është edhe është edhe rezultati një pasojë të pavarësikuar që ka ndodhur në linjët e mesme. Jo tash, kjo është problemi, kjo është sfida kryesore, do thotë, ne kemi parë do ndonse nuk është zhdukur plotësisht ISIS, ende ka vatra, ende ka zona të kontrolluara, por mos të madhe për shkak të njëri prej burgjeve ku kontrollohen me herët kurdët atë pjesë ikën mbi 150 pjesëtarë. Mos të madhe do thotë është reduktuar, janë reduktuar kapacitetet e tij, nuk diskutohet, mos të madhe janë dëmtuar, mirë po mbetet prezenca mbetet dhe tash është mirë po duke qenë si ISIS është një organizatë terroriste jo shtetërore, në kuptim se ai nuk e kontrollon një shtet, i mungojnë kapacitetet çfarë kanë. Tash shqetësimi kryesor është pikërisht menaxhimi gjeopolitik i Iranit. Dhe këto që po i shohim tash a do të jetë në gjendje, do të regjimin e Teheran që ti pranoj sepse vitet 90-ta e sot ka sollim fal, ka vitet 90-ta e sot.
si gravitoi Rusia e Kina me interesat e tyre dhe ç'po ndodh tash në gjithë atë rajon? Kemi një fazë të re të marrëdhënieve, nëse më ta them, SBA Indisë, se nuk ishin ditë më të mira për shkak raporteve tregtare të Indisë. Për shkak të raporteve të mira, me Rusinë, me Kinën e kështu me radhë. Edhe kjo me Indinë është një indikator jashtëzakonshëm, në bazë të shpejt para se të vijë në emision i poshtë disa detaje të marrëveshjes së re, do thotë, ku SBA-t pajtohen që ti suspendojnë tarifat tregtare ndaj Indisë, me kusht që kjo e fundit mos merr ta pezulloj tregtinë e naftës me Rusinë, për shkak se sot India dhe Kina janë dy prej absorbuesve kryesor të energjive të naftës prodhuar, të gazit e tjerë të prodhuar nga Rusia, të cilat kanë ndikuar që të mos jenë shumë efektive sanksionet perëndimore ndaj këtij shteti. Njëra prej arsyeve pse Rusia ka qenë gjendje ta mirëmbajë mashinerinë e luftës në Ukrainë është pikërisht se ka gjetur partner të ri tregtar. Dhe në bazë të kësaj marrëveshje, India pajtohet që tash e tutë, po tash kjo kërkon kode sa të konsolidohen investime që të marrë naftë Venezuela. Mori rrugat Po, do të thotë që të marrë që naftën ruse, do të thotë që burimet energjetike ruse ti kompensoj me burimet energjetike të Venezuelës. Ja, si po lidhen më pastaj ato që kemi bashkëbiseduar që rënja e regjimit në Venezuelë është edhe një lloj goditje ndërkombëtare për Rusinë, dhe e cila në fund do të ndikojë në dobësimin e kapaciteteve të saj në ekonomike, sa i përket kapaciteteve të saj ekonomike, sa i përket fuqisë për ta mirëmbajtur mashinerinë e luftës në Ukrainë, sepse për shkak të kërcënimit bërthamor që e pozon Rusia, ne e dim që po të mos ishte kërcënimi bërthamor, ndryshe do të tjetër epilog do të kishte marrë lufta në sa i përket në Ukrainë në Rusi, mirë po është një fuqi e cila është në rëmje sipër, po duhet të dihet si të menaxhohet që të mos bëj dëme më të mëdha globale. Mesazh serioz Rusisë po i çon SBA dhe në këtë, po them, në këtë gridë, në këtë konfrontim të ri. Ju vazhdoni luftën në Ukrainë, konsumoni energjitë e juaja. Shohim evropian të marginalizuar, shohim një BE me zero impakt në marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk kanë peshë në këtë drejtim. Po shohim atje që përpjekja e madhe, rrvatja e madhe, platforma e madhe amerikane është ta godas ti shemb regjimet që kontrollon sot Rusia dhe Kina. Për ta finalizuar këtë, do thotë, ajo që unë kam vretër, do thotë, është evidente. Pavarësisht deklarimeve publike që bën shpesh herë që mund duken senzacionale. Ne po e shohim një përpjekje të jashtëzakonshme, një fokusim të jashtëzakonshëm të kësaj administrate amerikane, për t'i kufizuar gjithnjë më shumë interesat ruse, por edhe kineze, do thotë interesat ruse. Dëgjoj, edhe në raportet tona me Serbinë, kur në asnjë rrethon tjetër Kosova do ta kishte shumë vështirë ta gëzonte këtë lloj prestigji, diplomatik edhe në SBA. Sot ne jemi një vend që nuk kemi asnjë kompani lobuese në SBA. Serbia i ka disa të tilla. Mirë, po nuk po kryjm punë. Përsëri, raporti i Kosovës me SBA është shumë i palekundshëm me popullin e Kosovës, me shtetin e Kosovës, dhe po e shohim me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme diplomatike të regjimit të Vučićit në Serbi për ta blerë lojalitetin e SBA-ve. Nuk i ka dhëzër, sepse interesi primar i SBA-ve është kufizimi në maksimum i ndikimit rus në Serbi dhe veçanërisht i resurseve ekonomike. Prandaj nuk po dhëzin as kompanitë lobuese në SBA që po japin para për aq kohë sa Serbia nuk e dëshmon veten që është distancuar njëherë për gjithmonë nga transaksionet ekonomike me Rusinë. Ku ti lidhet me Rusinë, atëherë ke vendin në projektin Euro-Atlantik, mirë, po kjo ka dëshmuar që ajo që s'mund blihet me parë nuk mund blihet edhe me më shumë parë as në këtë administrat, përkundër keq perceptimit e iluzioneve që janë krijuar, që nuk mund blihet as me më shumë parë as në këtë administrat, për të krijuar një prestigj diplomatik për shtetin e Serbisë, për të qenë i favorizuar vetëm nëpërmjet kompanive lobuese për aq kohë sa ky shtet vazhdon të mbajë lidhjet me Rusinë. Nuk as këto nuk janë treguar efektive. Kret për me rrumbullaksu, do thotë, qartë është Irani, Venezuela, presioni mbi Serbinë. Po shohim presionin jashtëzakonshëm që të heqë dorë mbi Serbinë. Normal tash Serbia nuk e ka peshën e Iranit që vend parëndësi nuk e ka peshën e Iranit, do thotë që tensionet agravohen këtë mos sikur atje. Mirë, po
është i njëjti objektiv geopolitik, strategjik. Modeli i njëjtë. Modeli është i njëjtë, është Platforma e njëjtë, që pesha ndërkombëtare e Rusisë të kurrët gjithnjë më tepër. Lufta në Ukrainë mbase do të vazhdojë. Do të ndodhte kjo për evropianët e tashëm? Jo, në asnjë rrethon. Lufta në Ukrainë mbase do të vazhdojë edhe për një kohë. Mirë, po mos harrojmë, do thotë më shumë kohë tashmë, më shumë vite Rusia ka shpenzuar gjatë luftës në Ukrainë me vetëm 20% të territorit që ka pushtuar sesa gjatë luftës së dytë botërore kundër regjimit nazist me 1 milion ushtar të humbur. Diçka që sipas shumë kalkulimeve të analistëve ndërkombëtar, duke marrë parasysh natyrën e regjimit në Rusi, Putini nuk është që shqetësohet shumë nga humbjet njerëzore të tjera, vetëm kolapsi ekonomik do thotë i atij vendi mund të prodhojë ndryshime tektonike, por që këto objektiva mund të arrihen vetëm kur të kufizohen globalisht. Mesazhi është i qartë për Rusinë. Mesazhi është i qartë që vetëm kur të kufizohen globalisht do thotë partnerët ekonomik të vendit. Kasolli, nëse marrim parasysh angazhimin amerikan, jo vetëm tani në marrëdhënie ndërkombëtare, po tani duket që ka dalë me sipërfaqe një rend i ri pa asnjë lloj diskutimi global, që po mban nën ankth gjitha regjimet autoritare, teokratike, qoftë në lindje të mesme, atje të vend të gjirit e kështu me radhë, ka një kërkesë nga ana e SHBAP. Rreshtoni me ne në vlerat dhe interesat tona, ose keni këtë bilans. Si e shihni këtë bilans të shpejtë, se mund ndodh shpejt me Iranin? Kasolli, ju thanë që kërkesat amerikane janë të panegociueshme. Janë panegociueshme. Për bindjen time, ajo nga unë si e kam lexuar këtë orientim dhe këtë fokusim të jashtëzakonshëm të kësaj administrate për ta finalizuar një herë për gjithmonë këtë projekt, e shoh të panegociueshëm. Ndërkohë Irani ndodhet përballë një sfide të brendshme dhe të jashtme, sepse këtë kauza e narracionit të këtij regjimi është ndërtuar mbi armiqësinë në raport me SHBA dhe me Izraelin. Dhe nëse kapitullon para këtyre platforma morale, nëse kapitullon, do të cënohet te mase, do thotë në mas shumë të madhe do të cënohet autoriteti i tij si brenda, do të thotë si sa i përket brenda opinionit publik, po ashtu edhe si forcë e cila ka tentuar ta imponojë veten në rajon se është garancë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra thotë në këtë drejtim do të e shoh thujse të pamundur në këto rrethana, mbase mund të jetë kalkulimi shumë më i madh, që do të bëjnë kompromis, por e shoh sfidë edhe sa i përket regjimit të Iranit të nënshtrohet të këtyre kushteve të SHBA-ve, ndërkohë këto kushte janë panegociueshme, duhet të marrë fund një herë për gjithmonë roli destruktiv rajonal i Iranit, duhet sigurohet lindja e mesme, siç thash do thotë pas minimit të organizatave terroriste si ISIS e tjera, do thotë është ne kemi parë në fillim me marrjet mandatit, do thotë kur është krahasuar Irani me figurën e Oktapodit, do thotë ku këto organizata janë vetëm këmbët e tij ndërsa koka ndodhet në regjimin e Iranit. Janë dëmtuar tema ose kapacitetet drejtuese saj edhe për shkak të sulmeve precize të Izraelit. Hapësira e tij ajrore më nuk ekziston, nuk ka më mbrojtje ajrore Iranit. Ajo është iluzion. Një pjesë e strukturave, vrasja dhe eliminimi figurave kyçe ushtarake, duke përfshirë prej në kohën e administratës parë Trump të Qasem Sulejmanit e tjera, do të dim që janë dëmtuar temase dhe është do thotë ky vlerësimi i SHBA-ve që një herë për gjithmonë do thotë duhet i jepet fund këtij ankthi që shkakton ky shtet. Në vitet 90 kur filloi të shembet komunizmi në Evropën lindore, Kasolli, dhe kur u shem muri i Berlinit përfundimisht, në krye të Rusisë qëndronte një president si Boris Jelcin, duke udhëhequr një Rusi të molisur nga zhvillimi ekonomik, nga fragmentarizimet e brendshme, nga një strukturë vështirë e kontrolluar në aspektin ushtarak. Një Rusi thjesht gati e kapituluar në atë kohë. Sot shohim një Rusi tjetër në kohën e Vladimir Putin, autokratit Putin. Nuk është se trendet. Apo i tregojnë dhëmbët SHBA-t përfundimisht kësaj Rusie edhe Putinit, se pasoja mund të kenë në staza afatgjata nëse hyjnë të konfrontohen me Amerikanë për cilën do arsye. Dëgjoj, konfrontim drejt për drejt këtu me Amerikanë. Konfrontim, po them këtu. Nuk pres. Konfrontim të interesave, ose konfrontim drejt për drejt ndërmjet Rusisë dhe SHBA-ve nuk pres, kjo më duket do të ishte apokaliptike. Grindje. Mirë, po unë ajo që pres është që siç e thash, do thotë një investim të jashtëzakonshëm të SHBA-ve për t'ia kufizuar peshën
gjeopolitike të Rusisë. Dhe në fillim, nëse të kujtohet, shumë kush e ka marrë si shaka, por presidenti Trump ka pas një deklaratë kur i drejtohet Putinit, ju po e shkatroni vendin tuaj kështu. Do të me vazhdimin e luftës në Ukrainë jeni duke shkatruar jeni duke shkatruar vendin tuaj sepse jeni do thotë duke prodhuar efekte të kundërta në ato të cilat i keni projektuar. Dhe nëse i shohim do thotë këtë këto zhvillime janë do që vetëm roli destruktiv i Rusisë të kufizohet në peshën globale dhe Rusia nuk është që tash edhe Rusia nuk është edhe interesuar mbase për marrëveshje, mirë po problemi është se si ta shpëtoj fytyrën. Kjo është sfida kryesore. Si ta bëj exitin, si dal prej kësaj situate në cilën është futur, do të sfida kryesore është para opinionit publik se si gjendet ai lloj modeli me cilën do të mund të arsyetohej kjo që ka ndodhur, sepse humbjet si ekonomike ashtu edhe njerëzore e tjera janë të jashtëzakonshme, do të bëhen 4 vite luftë, do të më shkurt ka qenë lufta e dytë botërore për Bashkimin Sovjetik se sa sot lufta me Ukrainën. Dhe kjo është marr parasysh për imazhin që ka ekzistuar për Rusinë, kjo është një disfati jashtëzakonshme strategjike. Pavarësisht se ka arritur do thotë ta pushtojë 20% të territorit, po në raport me investimin që është bërë, në raport me energji që janë shpenzuar, do thotë një gjë e tillë nuk dija e ka vlerëtur bara Qeral. Kasolli, falenderoj për reflektimet tuaja mbi këtë rëndëri ndërkombëtar, mbi pritjet sot të jashtëzakonshme që ka bota se ç'po ndodh në vendet e gjirit atje me prezencën e aeroplanmbajtësve. Ka lëvizje të jashtëzakonshme. Tani amerikanët prezencën atje dhe duket që qartë do të kemi zhvillime pasi dramatike të shpejta. Do ta shohim. Të shpejta mund të ndodhin çështje muaj, Dëgjoj, mund të ketë edhe marrëveshje, sepse mund të ketë edhe marrëveshje këtu nuk e përjashtoj skenarin e marrëveshjes. Mirë, po kushtet, ajo që unë them këtu me një lloj sigurie, janë kushtet e SBA-s janë të panegociueshme. Kjo do të mbetet tash. Irani do të kalkuloj që të pajtohet me këto kondita, do të shkatrimin e kapaciteteve të arsenalit ushtarake, bërthamore, distancimin dhe divorcimin njëre për gjithmonë sa i përket me strukturat e aksit të tij të rezistencës që quhen në linjët e mesme, kjo mbetet shihet mirë, po pranimi i Iranit të këtyre kushteve, zhvillim domethënë pranimi i Iranit të këtyre kushteve do të ndikonte që më ky Iran të cilin ishte kohën e fundit mos jetë në të ardhmen. Kjo është interesi i SBA-ve. Irani i deri mos jetë Irani i së nesërmës. Falenderoj edhe një herë Kasolli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.